detyrat e kalendarit që është shumë ambicios për të mbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Zoti President, si e vlerësoni këtë rrugtim të Shqipërisë drejt integrimit evropian? Së pari jam i gëzuar që pres sot kryeministrin Edi Rama, së pari sepse është gjithmonë kënaqësi që të takohemi, të flasim dhe të shkëmbejmë me Edi Ramën. Së dyti sepse zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për Bashkimin Evropian dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatin dhe për stabilitetin e kontinentit tonë. Dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim edhe më tej grup kapitull për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që të realizojmë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian, është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, por mendoj që kjo është po kështu një shenjë mjaft e rëndësishme për të gjithë rajonin, sepse mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor është me Bashkimin Evropian e anëtarësimin në të. Japse do të vizitoj personalisht rajonin në mes të muajit maj për të vizituar të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor për të rritur bashkëpunimin tonë e përpjekjet tona të përbashkëta për të pasur rezultatet të mira të anëtarësimit. Nga ana tjetër, kjo është një mundësi shumë e mirë për të folur për summitin e komunitetit politik që do të mbahet më 16 maj në Tiranë. Europa është më shumë se sa Bashkimi Evropian, por gjithmonë e më shumë është e rëndësishme që ne të jemi gjithë së bashku, të bashkuar, sepse të bashkuar jemi më të fortë dhe bota ka nevojë për një Europë më të fortë. Faleminderit shumë.